Në Krujë, këta i ndërtuan pallatet e reja. I morën parat nga ndërkombëtarët me bujë shumë të madhe, me miliard euro, dhe nga ana tjetër i ndërtuan pallatet, janë bërë dhe instalimet, më thon banorët se ata mi çon denoncimet dhe nuk ja u kanë dhënë çelësat banorëve. Po pse? Pse nuk ja u kanë dhënë çelësat banorëve? Ka një pikpyetje mbrapa kjo histori, ka një histori të zezë, ka një histori të spakut, ka një histori tjetër. Këta duhet dalin dhe të na sqarojnë, sepse janë shumë banorë të cilët duhet merrnin në shtëpitë nga tërmeti, sidomos në qytetin e Krujës, dhe tani janë në qell të hapur, që do të thotë, pse them qell të hapur, se ata nuk po jetojnë jashtë. Kanë marrë shtëpia me qera, por nuk i jepet bonusi qeras. Kanë 2 vite që paguajnë qerat me paratë veta, sepse fillimisht u trajtuan me bonus qeraje, derisa u ndërtuan apartamentet, pastaj normalisht nuk merrnin më para, sepse u ndërtuan apartamentet. Kanë 2 vite që paguajnë qerat me paratë veta. Pse nuk i jepen sot shtëpit në Krujë? Kjo është pikpyetja e parë. Pikpyetja e dytë është, a kanë ndërtuar këto shtëpi aq sa duhen, sepse në informacionet që kam unë në Krujë për shembull, janë 42 familje të cilët nuk janë llogaritur fare. I është thënë që do merrni shtëpi nga tërmeti, nga ana tjetër nuk ka shtëpi për të. Por bonus qeraje, jo, por nuk kanë shtëpi, nuk janë ndërtuar shtëpi për ta. Është bërë dhe një skem tjetër që ka filluar që në 26 nëntorin e 2019-s, dhe e them me shumë dhimbje këtë gjë, që familjet që votonin djathtas janë trajtuar si të njerëkës. Familjet që jetonin majtas, edhe në rast se nuk i kishin dëmtuar shtëpiat, i thrisnin për të marrë bonus qeraje, sepse ishin zgjedhjet afër dhe u dhan para për t'i blerë. Ka pasur shumë denoncime pak, jo vetëm dhe e treta, ose këto shtëpi nuk po shpërndahen tani, sepse është ligji elektoral dhe nuk ja lejon që tani para zgjedhjeve të shpërndahen shtëpi. Po këto për ligjin elektoral nuk pyesin, se në 2021-shin shpërndan, nuk e di, 50 milion euro vetëm zonën tonë, domethënë aty, duke u dhënë familjeve që votojnë majtas. Unë jam dakord që t'ja u japin familjeve të majtas, ata janë shqiptar, janë vëllezërit dhe motrat tona. Por në rast se ti ke një vil 3 kaçe dhe nuk të shprish shtëpia dhe ti merr ndihmë, merr para, merr dhe shtëpi tjetër dytë, më vjen keq, se po lën jashtë një fukara. Nuk ka rëndësi për kë votoni. Ti duhet i fusësh njerëzit nëpër shtëpia. Prandaj kjo është çështja e gjithë çështjeve.